Dijeni se xhelozia nuk është veç mes artakeve. Ai që ka 2-3 gra. Xhelozia është edhe mes grave që janë gra pavarësisht çfarë pozite kanë tek djali. Me fjalë tjera, nusja mund të xhelozoj shumë herë dhe sasi shumë të madhe. Pse ti përdon nonën? Tash më thotë, a më arrin nonën tëmë? Thotë, jo, më pse më të arrit nonën tonë ty bënë, se dua se arri. E po pse po më thu? Po nga xhelozia ka. Ku? Më xhelozoj gruaja që duan nonën apo ty? Ai me detaj, qa me bo mare? Ose, nona xhelozon djalin pse për të grunë. Kjo marralla, por ndodh. Për ata djalit do të mi hapë sytë. E me di çfarë nane dhe çfarë gruaje ka. Dhe, edhe pa e ditë, do të me kuptu natyren e femrave. Këte ke gru, bëme të çka të dush në dhëmë, vetë në dhëmë tane. Të thuj du ma shumë ti je me mira, je me keqja, që të dush thuj. Për ju para nanës. Dhe, kur je para nanës e para grus, mësë jep shumë mas nanës. Dërsa kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Kur je veç me gru, jepo shumë mas grus. Kur je veç me nanën, jepo shumë mas nanës. Letë qëtësot nanës e nana, dënë me di des, që djali nuk e qitë në rangë dytë nanën, se ka që me ka në pare e ngrata. Mësua ja, nana të pashtë, ka nana tytë, ka... Nana ka që me kanë edhe numër 1 më shumë se baba. Që edhe Zoti ka ngrit, që është edhe Zoti ka dhënë çatë, por që dën edhe në praktikë dën që gjithçka do më me vesh vet që unë jam manal se baba. Mu du më deshti më shumë se baba. Anë verduje inshallah një jetë ai duje, s'ka problem ti. S'ka baba nuk preket, pse do djali nanën. Tamam? Por nana dën që me qenë para nishi tek djali edhe pas martesës. Andaj ke kujdes, ruja ke dashni nanës, ruja. Dhe njëtën ko dua e grun tanë, qme e grun tanë, sepse ke jetën me ta, sepse e ke gru dukat, sepse ta ka ndryshu jetën për se mire aja. Dhe prit ka plëcu, gruja plëcën burrin, dhe pritet nesër pas nesër më të bua dhe nane e fmive tu.